Zbulohet ushqimi sekret, rrit kujtesën, përmirëson shpejtësinë e trurit dhe rikuperon memorien. Kujtesa do bësohet me kalimin e kohës, por një faktor i rëndësishëm që kontribon në ngadalësimin e kësaj humbje është konsumi i ushqimeve të caktuara mjaft të zakonshme për dietën tuaj. Cilat ushqime duhet të preferoni për një tru të shëndetshëm? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Proteinat e shëndetshme, vaj i ullirit, peshku, arrat, kufizimi i natriumit dhe yndyrnave të pangopura janë të rëndësishme për dietën tuaj. Ushqimet e pasura në të cilat duhet të përqendrohen janë peshqit yndyror, siç është për shembull skumbria. Nëse i konsumoni 2 herë në javë, do të mbështeteni jo vetëm për shëndetin e trurit, por edhe shëndetin e përgjithshëm. Pastaj janë salmoni dhe sardelet. Peshqit e yndyrshëm përmbajnë acide yndyrore omega 3. Truri përdor acidet yndyrore omega 3 për të ndërtuar qelizat e trurit dhe nervat. Këto yndyra janë të rëndësishme për të mësuar dhe kujtesën. Peshku është një burim i shkëlqyer i tyre. Për shembull, skumbria ka 4580 mg acide yndyrore omega 3 në 100 gram. Mund të konsumohet i tymosur ose i pjekur në zgar. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për moshat mbi 60 vjeç për të përmirësuar strukturën dhe fuqinë e trurit janë edhe manaferrat. Ushqimi i mirë janë edhe boronicat. Mund t'i merrni boronicat të freskëta ose të ngrira. Ato përmbajnë antioциanina, përbërës bimor me efekt antiinflamator dhe antioksiduese. Ndërsa antioksidantët e boronicat grumbullohen në tru, ato përmirësojnë komunikimin midis qelizave të trurit. Antioksidantët gjithashtu mund të jenë të pasur edhe për organizmin dhe shëndetin e trurit. Ato gjenden edhe te shafrani indis. Shafrani indis është një nga erëzat me ngjyrë të verdhë të bukur. Shafrani indis, siç quhet, mund të shtohet në oriz, në supa ose në salca. Përbërësi kryesor i shafranit indis është kurkumina, që ka aftësi të mrekullueshme jo vetëm për shëndetin e trurit. Mund të kaloni gjithashtu edhe në barierën hematru dhe të hyrë në tru. Është gjithashtu një antioksidant i fuqishëm i bërë gjithashtu për kujtesën për ata që vuajnë nga sëmundja e Alzheimerit, lehtëson depresionin duke rritur nivelin e serotoninës dhe dopaminës dhe mund të rrisë qelizat e reja të trurit. Kjo erëzë është e zakonshme dhe përbëhet nga 3 deri në 6% të shafranit të indis. Brokoli është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që do t'i jap një fuqi të mirë shëndetit të kujtesës. Brokoli do të kënaqë trurin tuaj me përmbajtje të lartë të vitaminës K. Një filxhan përmban më shumë se një gjysmë arje të rekomanduar. Vitamina K është e tretshme në yndyr. Trupi ka nevojë për të bërë të prodhuar elemente të cilat janë zbuluar në ekstraktin e trurit. Përveç kësaj, brokoli përmban sulforofan. Efekti antioksidues dhe antiinflamator i tij mbron trurin nga dëmtimet. Farat janë një tjetër produkt shumë i rëndësishëm kundër demencës. Farat e kungullit janë shumë të lira, mund t'i hani gjatë gjithë ditës ose t'i shtoni në sallata ose t'i spërkasni në supa. Ato janë burime të zinkut, mungesa e të cilave është e lidhur me depresionin dhe sëmundjen e Alzheimerit dhe Parkinsonit. Ato gjithashtu përmbajnë bakër, i cili ndihmon në kontrollin e sinjaleve nervore, hekur magnez, të cilët lidhen edhe me mjekullimin e trurit dhe dëmtojnë funksionet e trurit, dhe magnezi, i cili është i rëndësishëm për të mësuarit dhe kujtesën. Ushqimet e shëndetshme gjithashtu janë në rol plus për shëndetin e trurit. Çokolata e zezë përmban përbërës flavonoid, të cilët mbështesin funksionet e trurit, ndihmojnë në përmirësimin e kujtesës dhe ngadalësojnë rënien njose. Gjithashtu përmirësojnë humorin dhe gjendjen e mikrobiomës së zorëve. Gjithashtu ushtimi i këtyre produkteve ushqyese në dietën tuaj sigurisht që do të luajë një rol pozitiv në fuqinë e trurit dhe në përmirësimin e shëndetit të tij. Bazohuni në sa më shumë produkte natyrale të cilat do t'i japin rezultate të mira shëndetit të kujtesës. Gjithashtu është e rëndësishme të shtoni në dietën tuaj çokolatat. Prezenca e shtuar e kakaos në përmbajtjen e çokoladës, e cila është shumë e njohur për efektet e mëdha antioksiduese, të cilat i detyrojnë më së shumtit elementin flavonol, ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në tru. Këto element më shumë gjejmë te çokolata e zezë. Zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre janë të pasur me vitaminën B6 dhe vitaminën B12. Zarzavatet janë të rëndësishme gjithashtu edhe si për moshat e reja, ashtu edhe për të rriturit. Arrore duke përfshirë arrat, gështenjat, në përgjithësi të gjitha llojet e farave.
Ndikimi i tyre në shëndetin e trurit i detyrohet prezencës së antioksidantëve omega 3 dhe omega 6, por edhe magneziumi dhe tiaminës, të cilat njihen për funksionin e tyre njohës. Frutat. Këtu futen të gjitha llojet e frutave, por më të rëndësishme janë mana dhe manaferat blu, por edhe rrushi i zi. Të gjitha këto në raport me trurin janë konsideruar si superfruta. Në dietën tuaj, për një kujdes më të fortë, shtoni edhe vezët. Sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri, si kur i gjithë trupi fillon të pësojë një afar atrofizimi senil. Por, nëse shumë nga ne kujdesemi që këtë gjë ta shtyjmë sa më shumë kur bëhet fjala për trupin, pak kujtoj nëse kjo gjë duhet bërë edhe me trurin. Vezët, për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës B12 dhe lektinës, ndihmojnë shumë në kufizimin e këtij atrofizimi. Gjithashtu edhe kolina, e cila është një përbërje e kolesterolit, luaj një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës. Ndaj konsumi 1 deri në 2 vezëve në ditë do të ndihmonte shumë në këtë drejtim, më tepër do të ishte jo e rekomandueshme. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe çajin. Bëni mirë që të harroni kafe në mëngjesit, më së shumti është që të shtoni një filxhan me çaj. Çaji i zi ose akoma më shumë ai i jeshil është shumë i pasur me katekin, e cila është një përbërës antioksidues dhe që ndihmon shumë në mbajtjen në formë të trurit. Pra, sa më shumë çaj në mëngjes në dietën tuaj. Drithrat. Në këtë kategori të ushqimeve, përfaqësuesit më në zë janë gruri, mistri dhe orizi. Këto produkte, përveç se janë të këshillueshme në recetat dietike, janë po aq të mira dhe në drejtimin e shëndetit të trurit. Efekti pozitiv i këtyre ushqimeve i detyrohet përmbajtjes të shtuar të acidit folik, vitaminës B6, tiaminës, të cilat nga ana e tyre ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të trurit në gjak. Sa më në moshë të jeni, aq më të rekomandueshme janë ato. Fuqizimi i shëndetit të trurit duhet të bëhet në mënyrë të rregullt dhe të konsumoni gjithashtu produktet më të mira ushqyese. E verdha e vezës. E verdha e vezës përmban vitamina të kompleksit B që përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin e trurit tuaj. Këto vitamina forcojnë kujtesën dhe ndihmojnë në qelizat e trurit të komunikojnë më mirë dhe në efikasitet me njëra tjetrën. Krahas të mirave për trurin, e verdha e vezës përmirëson memorien. Lufton mbi peshën dhe gjithashtu është e mirë edhe për grashtat zana. Vaji i ullirit. Shkencëtarët konfirmojnë se konsumi vajit të ullirit ekstra të pastër mbron gjithashtu aftësinë e kujtesës. Konsumi i përditshëm i vajit të ullirit ndihmon në menaxhimin e peshës, të kontrolloni sasinë e sheqerit në gjak, të lehtësoni depresionin dhe të mbrojeni nga sëmundjet kronike. Salmoni. Ky peshk është i pasur gjithashtu me acide yndyrore omega 3, të cilat janë thelbësore për shëndetin e trurit. Këto acide yndyrore paktësojnë inflamacionin dhe stresin oksidues në tru. Ato gjithashtu kufizojnë utkurrjen e trurit si pasojë e moshës. Salmoni përmban vitamina si fosfori, zinku dhe kaliumi, si dhe grupi i vazhdueshëm B riboflavin, niacin, tiamin, B6, folat dhe B12. Salmoni është i mirë për shëndetin kardiovaskular, për riparimin e indeve, funksionet të duhura të tiroides, në luftën e inflamacionit të nyjeve dhe ndërtimin e inteligjencës. Arrat. Edhe arrorët konsiderohen të mirë pasi përmbajnë acide alfa-lineolike, një acid yndyror me bazë bimore. Ekspertët thonë se njerëzit që konsumojnë rregullisht arra janë më inteligjent dhe më mendjen prekt. Pra arrat ndihmojnë në funksionet e mira të trurit. Arrat, krahas të mirave që sjellin për trurin, përmbajnë edhe vitamina. Ushqejnë në flokun, luftojnë në kolesterolin, luftojnë në diabetin dhe gjithashtu përmirësojnë në shëndetin e lëkurës. Boronicat. Ky frut i pyllit është një nga ushqimet më të mira për trurin. Konsumi i boronicave do të ulë rrezikun e Alzheimerit me 53%. Sipas studimeve, të gjitha frutat e pyllit janë të mira për shëndetin, por boronicat janë më të pasur me flavonoide. Flavonoidet janë antioksidantë që mbrojnë trurin nga stresi oksidativ dhe për më tepër forcojnë mjetet e komunikimit të qelizave të trurit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.